Ju e dini që prej 34 vitesh në Shqipëri, ne kemi parë që të ripërsëritet i njëjti teatr, e njëjta strategji, të njëjtat lojra, madje gati dhe të njëjtat role. Ne kemi bëri vetëm një vend që ka dal nga regjimi komunist, pasi ka rënë muri i Berlinit, por ende nuk kemi arritur që të konstituojmë në Shqipëri atë që njihet si institucioni i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. I vetmi vend që nuk ka lejuar asnjëherë, absolutisht asnjëherë, pas vitit 1990 të zgjedhje të lira dhe të ndershme, nga të gjithë vendet ish komuniste, është Shqipëria. Madje edhe këto republikat e forta presidenciale, aty rreth e qark Rusisë nën, Uzbekistani, Taxhikistani, Turkmenistani, nuk prekin vetëm presidentin, por në nivelin poshtë, pra në nivelin parlamentar, përpiqen që të lejojnë që të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, që palët politike poshtë presidentit paktën konkurrojnë me njëra tjetrën dhe të përcaktohet nga qytetarët se cila palë është më e forta apo më e preferuara. Ama në Shqipërinë tonë, ne ende nuk po arrijmë dot që kjo klasë politike të na mundsoj që qytetarët shqiptarë të kenë një ligj zgjedhor i cili garanton lirinë, barazinë dhe ndershmërinë e zgjedhjeve, garanton konkurrueshmërinë e palëve në zgjedhje dhe garanton edhe procesin parazgjedhor, edhe procesin zgjedhor në vetvete, por dhe produktin pas procesit zgjedhor, pra garanton që vullneti i qytetarëve shqiptar nuk është i cënuar, nuk është i prekur, nuk është i blerë, nuk është i tjetërsuar, nuk është i trysnuar nga asnjë mekanizëm, nuk është i trysnuar nga kurkush, as me para, as me dhunë, as me frikë, as me gavet, por qytetarët reflektojnë, mendojnë dhe e çojnë votën aty ku ata kanë dëshirë, aty ku ata kanë vullnetin e tyre. Në Shqipëri, procesi zgjedhor është i kapur që në krye të herës, që kur konceptohet. Prej 34 vitesh, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë shpikur atë që quhet Komisioni dy palësh i reformës zgjedhore. Pra dy konkurrent në zgjedhje, që do të jenë palë barabarta me çdo konkurrent tjetër në zgjedhje, nxjerrin si arsyetim se fakti që ata janë më të mëdhenj, ata mund të përcaktojnë edhe rregullat se si konkurrohet. Tani imagjinoni pak sikur në ligën italiane të futbollit rregullat ti përcaktonte vetëm Interi, Milani dhe Juventusi dhe ekipet e tjera thonin dakord jemi. Sikur arbitrat, ansorët, çdo rregull futboll, mbushjet e stadiumeve, shitjet e biletave ti përcaktonin Milani, Interi dhe Juventusi
dhe pastaj t'i ftoje të gjithë ekipet thotë tani hajde luajmë futboll. Kështu i bie. Pra me që ka më shumë kupa në Itali, me që kanë më shumë trofe në Itali, Interi, Milani dhe Juventusi, u takon atyre të thonë se kur do bëhen ndeshjet, si do bëhen ndeshjet, kush do jenë arbitrat, çfarë rregullash do zbatohen, kur i bjet bilbili, kur si bjet bilbilit. Është pak a shumë me njëjta logjik. Pak a shumë me njëjta logjik. Ore, pse bëhen zgjedhjet në demokraci? Pse bëhen zgjedhjet në demokraci? Zgjedhjet në demokraci bëhen sepse u jepet mundësia të gjithë atyre individëve apo grup individëve që kanë një ide të konkurojnë dhe të jenë qytetarët që përcaktojnë nëse e mbështesin apo se mbështesin një ide të një njeriu apo të një grupi njerëzish, të një parti apo të një grup partish. Prandaj ndodhin zgjedhjet, prandaj bëhen zgjedhjet, sepse përndryshe mjaftojnë votimet si në kohën e Enverorës me dajre, me daulle, me aheng, me këngë, me valle dhe shkojmë në votime. Në demokraci ka zgjedhje, në diktaturë ka votime. Dhe koncepti i zgjedhjeve është që i gjithë shteti dhe i gjithë shoqëria dhe të gjitha ligjet garantojnë për çdo mundësi dhe shanset barabarta që të hyjë në garë me vijën e startit të barabartë. Edhe ai që është rishtar, edhe ai që ka përvojë 34 vjeçare. Edhe ai që ka një ide të lindur sot, edhe ai që ka një parti të lindur në 44-ën, apo në 41-shin, apo në 90-ën, apo në 91-shin. Por vija e startit duhet jetë e barabartë. Vija e startit duhet jetë e barabartë. Në qoftë se nuk ka vijë startit barabartë, në qoftë se nuk ka vijë startit barabartë, atëherë më vjen keq, por atëherë nuk kemi zgjedhje, kemi votime. Në qoftë se kodin zgjedhor, reformën zgjedhore, ligjin për zgjedhjet, institucionet që administrojnë zgjedhjet, i përcaktojnë 2 apo 3 parti, me që ato që kanë më të mëdhajat. Atë nuk flasim më për zgjedhje, flasim për votime. I vetmi ndryshim është që në kohën e Partisë Punës së Shqipërisë votoje vetëm për një parti se e dije që ishte një parti. Tani ata tonë nuk e kushkon, laj thaj do votosh o Berishën, o Ramën, o PS-n, o PD-n, të tjerat janë vote humbur kot. Pra këta me ligj vrasin zgjedhjet, me propagandë u thonë qytetarëve, e po tani ç'të bëjmë ja, kështu është puna. Në qoftë se ti do që ta rrëzojmë, ta mundim me Ramën, s'ke qa bën tani, do votosh Berishën. Po s'votove Berishën, ke ndihmuar Ramën. Pra këta me ligj bien dakord, me ligj bien dakord, që Shqipërinë e bëjnë me 2 korsi, garën elektorale e bëjnë me 2 korsi. Pra këta e bëjnë vetë ligjin, PS-ja me PD-n, Berisha me Ramën, dhe e bëjnë ligjin të tillë, dhe i bëjnë institucionet të tilla, që mos ketë asgjë tjetër aty.
që në fund fare, mbasi ka mbaruar ligji, mbasi ka mbaruar marifeti dhe mbasi janë ndërtuar institucionet dhe janë krijuar dy korsit, të nxjerrin gjithë këta ideologët, analistët, propagandistët, agjipropistët, që do thonë shqiptarëve, tani është momenti. Tani është koha. S'kemi ç'bëjmë. O me Ramën, o me Berishën. Çdo vot jashtë thesit të Ramës apo jashtë thesit të Berishës është vot e humbur kot. E kuptoni pra që e gjitha është një lojë sofistikuar dhe djallëzore për të vrarë çdo mundësi, çdo shans dhe çdo gjas të re në Shqipëri që t'i vënë shqiptarët me shpatulla për muri dhe të thonë, e po tani ç'të bëjmë, me kë je tani ti, me Ramën me Berishën? Tavën e bën Rama me Berishën. Kodin zgjedhore bën Rama me Berishën. Institucionet zgjedhore i bën Rama me Berishën. Garën dhe zgjedhjet i vetë Rama me Berishën dhe pastaj thonë, kë do votosh tani? Se po votove Galdinin, është votë e humbur kot, se sfiton ai i shkreti. Gjuna. Po votove një parti të re, është votë e humbur kot, se sfitojnë këta qyqarët. Tani o Ramën o Berishën. Të majtët u thonë të tyrve. Tani, po sfituam dhe kësa radhe, u kthye Berisha dhe na vuri drun. Të djathët u thonë të tyrve. Ky është shansi. Ky është shansi. Ky është momenti. O burra kësaj radhe, se janë lodhur njerëzit me Edi Ramën, ta provojmë kësaj radhe dhe maksimalizojmë votat. Por në fund fare, çfarë na rezulton ne? E gjitha kjo lojë për maksimalizimin e votave të tyre, është një lojë që ata të vrasin çdo lindje të re, çdo mundësi të re në Shqipëri, edhe ata pastaj ndajnë me pazare me njëri tjetrin se kush është fituesi dhe kush është humbësi. Po e kanë ndarë ata sepse fituesi e ka mbyllur hesapin. Është ai që po bën koncesionin. Ai që jep koncesionin është fituesi, është e mbyllur ajo punë. Ai që jep leje kullash. Ai që jep leje kullash dhe pastaj i jep partnerit vet çdo gjë që i duhet. Çfarë i duhej sot Sali Berishës? Çfarë i duhej sot Sali Berishës? I duhej pikërisht ky kod zgjedhor. I duhej ky kod zgjedhor totalisht i pandryshuar që tani nuk ke shanse. O do kandidosh për siglën e PD-s dhe do jesh aleat me PD-n dhe do jesh në siglën e PD-s, ose për ndryshe i armik. O do kandidosh në siglën e PD-s për të qenë besnik absolut, duke thënë rov doktori, rov balkoni, gjithë armiqt na i qëroni, pra o do bëhesh besnik, fillosh të këndosh serenata poshtë balkonit doktorit, ose i armik. Ose i armik. Pra ky lloj kodi zgjedhor, që është vendosur sot, detyron të gjithë këta shushunjat e koridoreve të politikës që e duan apo se duan Berishën të shkojnë si qengja manar tani poshtë balkonit dhe mos bëjnë më tangërlik, sepse për ndryshe Berisha nuk i vë tek lista. S'ka më tangërlik, s'ka gërivëri. Nuk ka më tangërlik, nuk ka më gërivëri. O do hynë tek lista e Berishës,
por që të hynë tek lista e besnikëve të Berishës, kanë vetëm një zgjidhje. Duhet thonë rrov Berisha, rrov balkoni, të gjithë armiqt na i qironi. Kjo është dhurata që Edi Rama i dha Sali Berishës. Pra, në qoftë se Berisha po vuante për me bashku opozitën rreth vetes, rreth balkonit, ky kod elektoral, kjo reformë zgjedhore që po votojnë sot në parlament, është ndihma dhe dhurata që Edi Rama i jep Sali Berishës bashkë me kullat. Tani keni dilemë ju se kush e merr mandatin e 4? Vërtet keni dilemë dhe bëni dhe pyetjen se kush i fiton zgjedhjet në 2025 mbas kësaj? A vërtet keni dilemë? Akoma keni pikpyetjen se kush i fiton zgjedhjet në 2025? Mbas këtij kodi? Po ky është kodi Damian Gjiknurit. Është kodi Damian Gjiknurit. Ka kry punë. Sali Berisha kishte nevojë të rikonfirmoj lideri absolut i opozitës zyrtare dhe Edi Rama po ja jep këtë dhuratë dhe në 2025-ën, në parlamentin e 2025-ës, do kemi një grup parlamentar besnikësh Berishës në opozit. Dhe Edi Rama do vazhdojë qetë të jetë deputeti, kryeministri, perandori, sultani, faraoni, lideri global dhe qa ti doj kokra i qefit ati. Sot, çuditërisht, në 25 korrik, po vdesin simbolikisht zgjedhjet e 2025-ës. Sot u azgjesuan zgjedhjet e 2025-ës, ka mbaruar. Për mua, kjo nuk është risi. Për mua, kjo nuk është një gjendje e re. Unë kam 4 vjetë që ja paralajmëroj, sepse nëse ju kujtohet, fill pas zgjedhjeve të 25 prillit 2021, unë kam qenë njeriu i parë që ju kam thënë, ore, çfarë u duhet këtyre, çfarë bëjnë këta, shpikin bombën atomike këta me këto komisionet parlamentare për reformën zgjedhore, e mbani mend? Kush më ka dëgjuar me vëmendje e mban mend çfarë kam thënë fill mbas zgjedhjeve të 25 prillit. Këtyre u duhet vetëm 2 javë punë. Pra u duhet 2 javë punë, e para punës ta adresojnë vrejtjet e OSBE Odirit, partnerëve ndërkombëtar, edhe u duhen 2 javë punë për të hapur një debat publik të sinqert dhe të ndershëm me atë që mendon publiku, me atë që mendojnë intelektualët, sociologët, antropologët, se cili do të ishte një sistem i mirë zgjedhor në Shqipëri që garanton zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta. Ligjet nuk janë bombë atomike, nuk kanë nevojë për 4 vjet sorollatje për të bërë një ligj të thjeshtë. S'ka nevojë, ligjet bëhen shumë shpejt. Duhet vetëm vullnet politik. Një ligj mund bëhet edhe brenda 3 orëve, edhe brenda 4 orëve. Një ligj mund bëhet edhe për 5 minuta. Ligji vetëm shpreh në gërma atë që duhet jetë në frymë dhe në shpirt dhe në vullnet. Pra nuk ka nevojë për shpikje as të kuantikës dhe as të multiverseve. Por fakti që këta vonohen dhe fakti që këta qëllimisht i dështojnë komisionet dhe humbasin afatet dhe dashur pa dashur kalojnë 4 vite dhe pastaj në fund fare
Sikur se ju kam thënë, do i miratoj në fund fare, para zgjedhjeve, që ta bëjnë golin në fund, që t'i kapin të gjitha palët pa përgatitura. Kjo tregon që ata kanë vetëm një lojë. Dhe loja e tyre kush është? Loja e tyre është që ata ta mbajnë topin në këmbët e tyre. Ta mbajnë topin në këmbët e tyre dhe ta gjuajnë penaltin vetë kur të doj kokë kraj qefit. Dhe mundësisht ta kenë portën pa portierë. Dhe këtë kanë bërë sot. Sot, pasi e kanë sorollatur publikun shqiptar, pasi i kanë sorollatur të gjithë qytetarët shqiptar, pasi kanë bërë teatr në media, në debate televizive, në tryeza parlamentare, në tryezat KQZ-s, në tryezat e OSB Odirit, sot po e bëjnë golin me penalti pa portierë në port. Si të dojë qefi dhe nuk kanë asnjë kundërshtar. Dhe nuk kanë askënd që të debatojë, dhe nuk kanë askënd që t'ua thotë vërtetën. Sepse edhe Luli, që ngeli jashtë loje dhe ngeli pa zë aty, nuk ka forcë morale më ta thotë vërtetën, sepse ka qenë pjesë e pazareve. Ka qenë një nga lojtarët që i ka shtyrë këto. Ore, pse Luli, kur kishte Engeleta Libeja në kryetar të Komisionit të Reformës Zgjedhore, nuk ngrinte zërin dhe thoshte nuk duhet humbasim kohë, nuk duhet humbasim kohë. E mbani mend që unë e kam bërë si sfidë dhe kam thënë, doni ta provoni vullnetin e faktorëve politik shqiptar, të Berishës, të Bashës, të Metës, të Ramës, të Gjignurit, të Bylykbashit, u kërkoni atyre që ta bëjnë ligjin për 2 javë. Një ligj nuk ka nevojë as për 4 vite, as për 7 muaj, as për 3 vite, as për 10 muaj. Jo, një ligj kërkon njerëz të vullnetshëm që atë që është frym politike, vullnet pozitiv dhe qëllimbar politik, e kthejnë në gërma për 5 minuta. Por jo, këta heshtin duke menduar se do jenë në tavë, dhe pastaj fillojnë dhe ngrenë zërin mbasi dalin nga tava. Pra kur të flas Luli sot në parlament dhe thot Pazari, Rama, Berisha, qeshni me të madhe. Ju ftoj të qeshni me të madhe. Qeshni mos se pyetja është po Pazari mo që bënde Luli. Po pse nuk e bëri Luli ndryshimin? Komisionin e reformës zgjedhore e kishte Luli deri para 20 shkurtit, se mbas 20 shkurtit, mbasi protestat e fuqishme të opozitës rrëzuan Edi Ramën në 20 shkurt, para 20 shkurtit e kishte Luli komisionin me Engeleta Libejën. Pse s'foli atëherë Luli për reformën zgjedhore, për do flasi sot për Pazarin? Apo s'është bërë Luli edhe dalzoc i demokratëve Euroatlantik? Sot, kjo histori është e tëra e kapsuluar. Sot, mbaroi e gjitha kjo histori.